A keni pa kush kel Vjosa Osmani e djeg. U këthy në LDK e ndajtin 3 parti. A, po e fort njeri. Ja, s'kum pa njeri ma të fort se që kjo Vjosa Osmani. Kush kel veç e shkërmon krejt. U mundu me Albinin, po Albini me që me largoj herat. E provoj, jo me Ramën, jo me LDK-n, jo me PDK-n, bashka nena, jo me OVL-n e me krejt, po nuk i hec me Albinin, se a ishe për para, këta shojnë mrapa. A këta të LDK-s, po, këta janë si Kingja, këta e hajnë forët. Djekshin dhonë dërheqe 2, sot besëll një 3-4, mas nesër bat kuvendi datë në 3 pjesë, edhe LDK bëhat rafsh njejt si PSD-ja. A keni pa këtë molliqin se tash kë si ka me të vend kërkun ngratit, ku përshkon edhe kë pese i dul për Albinit të largoj Albini, ku shkel molliqi veç e qenë 0,5% ose një me shku o shumë. Ama Vjosa më të dhim, më bon me krasu Vjosën tash me Dardan Molliqin, ka ardhë puna keq kësaj, shumë. Ka menu që lunë me Albinin, po me Albinin s'ka kush që lunë, Vjos, ki kujdes, ti lunë me ata tut, i djeg ata tut, i danë e shpërndanë, se ja, neve shkaje me Albinin, na s'ka nuk ta falëm dakikin, rap-tap qesëm, të eliminojmë sa ora na. Nuk ka me neve me lujt e me provu me bon dredhinat e poshtë për vjetë. Na s'ta falem dakikin, na qesëm na kaut klasik direkt. Hes mësë më në. Po tash s'ka me të kërkun tjetër. Besoj në ashtë ta shkon për DK edhe ato mësh me nda në 3 pjesë. Kishe bon nërë të madhe. Din. Për këta ta kës shka me full ta ashtu kështu se kalojnë progin. Edhe Albini 70%. S'kem shka me bo, ri me Albin. Ganja kishton, keme dal të partë këtë herë. A, thash, mas vetë. Kër e njeva gonën të full, e të thonë që këtë herë kena me dal të partë. Thash nga një popull që ka për thamë. Që nuk e prej krejt, me dal ganja. E para vetë vendosis, PDK-a nese se jo veç ganja, po këtë PDK-a me dal para vetë vendosis, ka me prej. Me a gjujtë bëbrejca, së dvynë ma. E populli nuk votën hajna, e kanë kuptu që hajnin populli Kosovës nuk e dënë. Ti bëdi hava këtëse përpjet edhe tranëv, se nuk votën populli. Nuk ti ka farit Albini, farit i ka populli që nuk ta jep votën. Ti më nëfë sa dush, po këtë e keni jo. Me dal jo, qatë ditë që dilni jo të partë para Albin Kurtit, onë ma kur nuk mirëna me video, as me politika, as me kur gjallë. Sa të është Albin Kurti gjallë, jo kur s'keni me mujtë me dal partë. Jo mëne me dal mas PSD-s, venin e trejtë, se PSD kishtë thonë, na e në ngarë për venin e dytë me PDK-n, se AK-n edhe LDK-n ata s'pi logaritin më heq, se ata se kalojnë progun, ama tash PSD me ardhë ngarë për venin e dytë me PDK-n. Qa shposh kini ra, edhe del në televizor thu kena me dal të partë. Po edhe ma heret keni thonë kena me dal të partë, edhe ma heret pejt 2017 keni thonë keni me dal të partë, e kur s'keni mujtë ma me dal të partë. Sot është Albin Kingo, kur ju nuk mundi me dal të partë. Harra në këtë punë. Po ju garantoj harra në këtë punë edhe mos më nëve heq se populli vendos kush është i pari, nuk vendos ti. As Albinis vendos, është populli, aj që e qëtë votën ato. E për që ata, populli nuk ju dënë se din që një hajna. Jo më nëj, sot dëni me shqit men, po këtë e kini.
PSD-ja i kish ullë shumë poshtë, i kish qitë keq këta të opozitës, të thonë që na hina zgjedhje për vendin e dytë. AK-n, LDK-n, thatë nuk jem të llogarit Hezbili se ata sprogin se kalojnë. Thash, këqyre mërë PSD-ja, edhe PSD-ja i ka ardhë rani me poshtërsu opozitën, AK-n, LDK-n e PDK-n. Kështon jo, na jena në garë për vendin e dytë me PDK-n, deklarata tyne e PSD-s, se me di që dalëm të 4 të 5, na sina në garë heq, këshin thonë. E vetë një unë thëtë për AK-n, jo, thëtë AK-a, thëtë u kry filmi saj, ata se kalojnë, LDK-a, thëtë ata se kalojnë, si të ndarë në 3 parti, normal që s'mujnë me ka përcy. E thëtë, në qëse është gara e fort, kena me konë garë me PDK-n për vendin e dytë. Thash, këqyre mërë, sa të fort atë PSD-s. Prej vendit 5 ta 6 ku e në konë atje, me dalë vendin e dytë. Kjo është me poshtërsu opozitën, mërë. Se nuk përgudzojnë me thonë, kena me mujtë Albinin, ata të meqëm. Ata s'pëthojnë kena me dalë të partë, po kena me dalë dytë. A ma dhemëtën edhe këta të opozitës me thonë drejtë, adin PSD-ja për vendit 7 atje me dalë vendin e dytë, a i një konoj opozitë, PDK, LDK, AK, ku i një, këni hup krejt mërë që ka në shpune ju i shto, quaj mërë pak, livret një mërë pak se marë për juve, ku këni ra PSD-ja me baj gare me juve. Ja. Luft civile pas ka njës me lyp këta të opozitës. Veç nga një surprizat. Me mëngjes i pas kanë quza gartë këta për luft civile. Goni. Ka me të instancë e përton Republikën, por veç FSK-s, me FSK-ja, me evakue, me boni qeveri ushtarake, edhe me shpall ata zgjedhje. Kjo më pas është. Me qysh me na ndryshe? Kush me na ndryshe? Tu ka punë Bashkimi Jashari. Ne so patriot për një me, e unë besoj që on. Megjithatë, ajo situatë rretësia si herë asdresë se fjasi për situatë e jashtëzakonshme, për puç ushtarak. Ushtria e ka drejtë. E ka Sa po kritikon kurti për çfarë po bën ti me këtë propozim po jep pothuajse se ato qyshoni hap ta drejtë ka ushtria azer. Qysh çfarë bozi, çfarë drejtë ka ushtria? Gjani të jashtëzakonshme. E marrin qeveri. Apo njën edhe jo që shpeni edhe unë ajo. Ej, ku kena më rinjë. Pa Albinin janë të votu 60% poplet, s'ka hajnijas kur gjo. Me konë që vidhen votat, ja merë me zërë dikuj votën e oke, në regull. Ama, sa në qefi kjo, po ti me zërë nuk mund është me ma shtetin, as po shtetin. Ti do të, atëherë qysh po menon kë, do të me eliminu 60% poplit prej Kosovës, e tani me orë të në pushtet, se për ndryshe nuk po moj me kuptu qysh mundet njëri në demokraci me menu, me pas kësi ideja. Nuk e di. Po nëse këta janë pagun për opozitës, këta me sabah, tjetër sen ta nuk din, veç si propagande, luft civile, me mjell, me këthy Serbien në Kosovë, ta tjetër sen nuk din, se plus janë në televizion në klenë Serbia, normal shka pritet për këtyne ma mira, din. Po nëse gjykoni vetë jo, tash shkru një koment, që ka mendoni për këtë parë gjendin kështu të opozitës, ku lypin vllavrasje.